o që besuat, mos e tradhoni Allahun dhe të dërguarin e tij dhe mos i tradhoni ato emanete. Pra mos e marr vesh me dikan për me kryer një punë caktuar, ti automatikisht obligohesh, më thonë që duhesh me krye. Nga ana tjetër, ajo që e vërteton edhe i jep theks më të veçantë është edhe hadithi për mesam ku thot ayatul munafiqi thalatha. Kur fol për shenjat e munafikit, thot shenjat e munafikit janë 3. Edhe thot për mesam idha hadatha kadha, kur fol gënjen. Kjo është si e munafikave. Wa idha wa'ada akhlaf, kur jep fjalë, nuk e rin fjalë. Wa idha tumina khan. Kur i besohet një çështje, kjo është interesante. Jepet ndonjë amanet. Një amanet i caktuar, ai e thën emanetit. E tradhon emanetin. Pra gjitha këto citate tregojnë, që ne obligohemi nëse e kemi marrë për detyrë një emanet caktuar, që ne duhet me e kry patjetër ashtu siç kërkohet nga ne. Allah në Kur'an kur flet për Musajin alayhis salam në tregimin e tij, e tregon rastin kur shkon në Medjen edhe aty bëhet rroktar, pa punësohet tek njeriu që thuhet se është pejgamberi Shuaib, apo është njeri që e ka pasur Shuaib, dhe bijat e këtij njeriu apo këtij pejgamberi e këshillojnë që ta merr, që t'ia beson një amanet një njeriu i cili është el-Qawi el-Amin, i fuqishëm dhe besnik. Prandaj gjithë ata të cilët vetvetes ndoshta ndonjëherë i japin të drejtë të ngarkon me ndonjë amanet, duhet ta kemi parasysh se nëse nuk janë të fuqishëm, nëse nuk janë besnik, ose nëse nuk janë të ditur, sikurse përmendet në rastin e Jusufit alayhis salam, që me ditë se si me menaxhu situatën, kjo do të sjellë tek ajo që e thatë ju, deri tek tradhtia e amanetit. Prandaj mendoj se ne si musliman duhet pakës ma me seriozitet me marrë këto punë. Sepse mjafton një punë mos me e bo ashtu si duhet, e pastaj pasojat i vojnë shumë njerëz. Mos zbatimi asaj, është shenjë e munafika. Që kjo duhet me qenë nxitje për besimtar që me smjethim, këta këtë marrëveshje me cilën e marrëvesh me ndonjë punë caktuar ose me ndonjë post caktuar, mes me tradhu punën, fjalën që ke dhënë. Tradhtia është, domethënë e kundërta e amanetit është tradhtia. Fjala tradhtia është diçka e rëndë, diçka që besimtari as që ka mundësi që ta paramendon se ka mundësi të ndodhë një tradhti për një besimtare, për një njeriu i cili ka thënë amen tu billahi wa rasulihi, kam besuar në Allahun dhe në të dërguarin e tij.